Zoti Dervishi, dhe pastaj me Lalën edhe një pyetje tjetër, po Zoti Dervishi, atëherë unë besoj kam dëgjuar që kishte gjëra shumë, kam dëgjuar që është mjaft interesante. Është një problem shumë i rëndësishëm kjo. Fakti që policia ende nuk ka dhënë një komunikat zyrtare qoftë dy rreshta, e bën goxha të ndyshuar atë që ka ndodhur. Edhe unë jam bashkoja mendimin e koleges që thotë që është një ngjarje që besoj se do ketë zhvillime më të forta në të ardhmen, besoj gjithmonë. Paga shumë pra kuptohet që kemi të bëjmë me njerëz që kanë ardhur nga Italia, që punojnë për llogari të strukturave të ligjshme të shtetit italian, të strukturave të policisë, të antimafjas e tjera, të cilët kanë ardhur, por nuk e dim saktësisht kohën. Klodi thot për 12 orë, nuk e dim saktësisht kohën se çfarë. Unë di që ngjarja ka ndodhur disa ditë më parë, jo 2 ditë më parë, 3 apo 4 ditë më parë. Është mbajtur goxha sekrete. Dhe në fakt i bie Ferdinand. Ka një terr informativ, nuk është e pakët që të vijë një pajisje e tillë të instalohet në Shqipëri. Ajo pajisje, kur i afrohet një antene, e duplikon atë antenën, shtiret sikur është antena telefonike ta them që është në dajt. Dhe ajo shtiret si e tillë duke kapur sipas atyre një numri që mund të kenë ata të një celulari apo diçka e tillë, ose pa numër fare kap një trafik të caktuar dhe identifikon një trafik të caktuar telefonatash. Mund të jetë përdorur për 2 orë për një takim si ai i Arubës, që mund të jetë atyre. Mund të jetë përdorur për krimin e organizuar, mund të jetë përdorur për politikën, mund të jetë përdorur për shumë gjëra. Ka shumë pikpyetje dhe pra e para njerësh nuk e thua kot këtë, po për sa orë duhej. Për sa orë u duhej atyre. Ne nuk e dim me fjalë, Klodi e tha 12 orë, po besoj Klodin, po mund të ketë qenë edhe 2 ditë dhe një javë dhe një muaj këtu. Nuk është çudi. Kjo pajisje. Edhe një tjetër, kur pyetëm këtë inteligjencën artificiale se këto pajisje e mbajnë informacionin apo informacionin e transmetojnë, në dha përgjigje informacioni ikën. Transmetohet pra? Po. Pra ata s'kishin nevojë për ta mbajtur pajisjen sepse kanë aktualisht mund të çuar në Itali. Bosh. Kështu që nuk kanë asnjë rëndësi për pajisjet mund të jenë bosh thotë. Sa di unë tjetër është bërë një debat shumë i madh për të ndaluar këta ose jo. Një debat që është futur në linja politike dhe diplomatike. Shumë fort dhe përfundimisht ka triumfuar italianët që i kanë lejuar, por ne do ta shohim këtë në të Pra segmentet e shtetit shqiptar thua ti kanë dashur t'i ndalojnë ata? Po. Dhe pastaj kanë ndryrë politika? Kanë ndryrë politika ose diplomacia midis dy vendeve dhe është bërë një debat goxha i madh dhe ato kanë triumfuar italianët. Kjo është historia e kësaj ngjarje. Pra është një përgjim Zoti Rakipi. Po. Nëse më lejon, atëherë, unë sqarova vetëm itinerarin që kanë patur 2 zyrtarët e Guardia di Finanzas dhe personi tret. Pra rezulton që kanë hyrë të premten dhe kanë tentuar të largohen. Pra kanë hyrë të premten në orët e para të mëngjesit, të njëjtë duke hyrë dita e premte dhe kanë tentuar të largohen të premten duke hyrë dita e shtunë. Unë jam informuar të shtunën në mbrëmje vonë në lidhje me këtë ngjarje dhe me detajet e para. Pajisja mund të ketë qëndruar ose pajisjet mund të kenë hyrë shumë më përpara. Pra unë po flas vetëm për personat të cilët dyshohen t'i kenë përdorur. Sepse 4 ditë më parë ka ndodhur si ngjarje dhe unë jam informuar të shtunën. Pajisja mund të ketë ardhur me një automjet tjetër dhe unë nuk jam në gjendje të them se kur pajisja apo pajisjet përgjuese kanë hyrë në territorin e vendit. Unë sqarova vetëm momentin se kur personat të cilët në rregull fare. Jo, për ta sqaruar. E dyta, është e vërtetë që ka patur një debat, është futur në lojë dhe Interpol Roma, është informuar prokuroria e posaçme, 3 personat emrat e cilëve mbahen në sekret të plot dhe ajo çfarë në fakt ne duhet të insistojmë dhe që unë habitem edhe me heshtje mediatike është që kjo histori nuk mund të lihet pa u hetuar dhe pa patur një transparencë të plot. Për më tepër një prokurori se ajo e Durrësit që ju e dini shumë mirë që ka shkatruar çështje të tjera sikurse janë skandali mbetjeve të kurrumit e tjera me radhë. Pra do thotë që do duhet të ketë një transparencë të plotë dhe një analizë nga të gjitha institucionet tona ligjzbatuese. Policia e shtetit, prokuroria përgjithshme, prokuroria e Durrësit, prokuroria e posaçme, shërbimi informativ shtetëror, ndoshta deri tek Këshilli i Sigurisë Kombëtare.
mund të duket si një gjë si kur po ngrem alarm, por përgjimi, sepse ka një problematik nga informacionet që unë kam marrë ditët e fundit, që jam marrë gjatë gjithë ditës së djeshme dhe ditën e sotme, pra 3 ditë që unë pyes pafundësisht pjesë, pra njerëz të cilët kanë informacion lidhje me këtë çështje, përveç se janë të trembur, ata shpjegojnë që pajisjet kryen përgjime masive, pra nuk vinë për shembull për të përgjuar vetëm një X person, por nëse vendoset në distancë të një banese apo të një objekti të caktuar, pajisja ka aftësinë për të përgjuar të gjithë thirrjet telefonike, bisedat apo bisedat ambientale. Dhe për këtë arsye, unë e shikoj si një çështje shumë serioze dhe që do duhet të ketë një alarm nga ana e institucioneve. Se çfarë do të nxjerrë hetimi, unë dyshoj shumë që hetimet mund të japin rezultate, sepse nisur nga praktika e mëhershme, si me IMSI Keqer, ashtu edhe me pajisjet e tjera përgjuese, në fakt ekspertët shqiptar kanë dështuar, duke mos arritur ti zbërthejnë dhe ti ekspertojnë, për të parë se cilat janë rezultatet e përgjimeve të kryera. Do rrim këtu pak, rezulton që nuk ka pas autorizim nga pala shqiptare për përdorim të pajisjeve në kuadër të njëtimit të përbashkët. Pra, ata kanë ardhur këtu me për hesapet e tyre dhe ne i bëjmë një pikpyetje që pse? Pse ndodh kjo? Ndoshta janë shërbime të inteligjencës. Ndodh sepse italiane. Ata nuk kanë besim te policia shqiptare, ata kanë informacione shumë të sakta që policia shqiptare kontrollohet nga krimi dhe ata duke mos pas të besim, ata i bëjnë gjërat në mënyrë të fshehtë që të marrin rezultatin që u duhet. Po pra, jemi shumë dakord me këtë aty, po ne nuk kemi dhe një hanë me 4 porta. Është cënimi i sovranitetit. Është cënim sovraniteti, Ta thotë. hynë hanë me 4 porta, jemi në? S'është vetëm Derisa hyn thotë Abilega, Maruan punë. s'është vetëm ndoshta kemi më shumë porta se 4. s'është vetëm çështje mosbesimi ndaj policisë apo prokurorisë Durrësit, ndaj SPAK-ut, supozoj se të hynë ata pa kurfar pike kontakti me institucionet si SPAK-u. SPAK-u merret e ka detyrën e vet funksionale krimin e organizuar. Kështu që Nuk jep do të leje SPAK-u për hyrjen e tyre. Po, jo, SPAK-u është Ashtu institucioni më i ishte besueshëm. prokuroria e zakonshme apo SPAK-u është duke ndjekur? Jo. Prokuroria e Durrësit. Prokuroria e Durrësit është. Durrësit ka qenë një prokuror i gatshëm i cili ka ndjekur veprimet e para hetimore, pra ka komunikuar me policinë dhe sikurse thash ka patur një alarm dhe ka patur një debat shumë të fortë në ambientet e portit të Durrësit. Personalisht kam tentuar të lidhem me drejtorin e kufirit, i cili ka refuzuar të ketë komunikime me median. Prokuroria e Durrësit më ka konfirmuar me shkresë zyrtare që e ka marrë referimin e policisë për 2 vepra penale, siç është përgjimi i paligjshëm dhe futja e madrave kontraband, dhe pritet që ditën e nesërme, duke qenë se është dita e parë zyrtare pas ditëve të pushimit që nga e premtja, do të ketë edhe një shortim të dosjes dhe do të caktohet prokurori ose prokuroria e cila do ta marrë këtë çështje për ta hetuar dhe për të patur edhe një shkëmbim informacioni me palën italiane.